Protesta e sotme e studentëve shqiptar në Shkup nuk është thjesht një reagim spontan. Ajo është një pasqyrim i një pakënaqësie të akumuluar prej vitesh, ndaj mos respektimit të plot të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kërkesa për zyrtarizimin e plot të gjuhës shqipe nuk është as politike as e re. Është një drejtë themelore që buron nga realiteti demografik dhe nga parimet ndërkombëtare të barazisë dhe të drejtave të njeriut. Mohimi apo zvarritja e kësaj të drejte vetëm se thellon ndarjet dhe cenon stabilitetin afatgjat të shtetit. Mesazhi im për studentët është i qartë. Qëndroni të bashkuar, të vendosur dhe dinjitoz. Zëri juaj është i drejtë dhe duhet të dëgjohet. Historia ka treguar se ndryshimet e mëdha fillojnë pikërisht nga rinia. Ndërsa për institucionet shtetërore nuk ka më hapësirë për heshtje apo justifikim. Është koha për veprime konkrete. Respektimi i gjuhës shqipe duhet të garantohet në praktik e jo vetëm në letra. Çdo vonesë apo neglizhencë në këtë drejtim përbën një dështim institucional dhe një padrejtësi ndaj qytetarëve shqiptar. E ardhmja euroatlantike e Maqedonisë së Veriut varet drejt për drejti nga mënyra se si trajton barazinë e qytetarëve të saj. Barazia nuk negociohet, ajo zbatohet.